por në një thellësi prej rreth 200 metrash fillon zona e muzgut. Drita pothuajse zhduket dhe presioni rritet 10 fish. Në këto shtresa që erësohen, mund të gjenden peshq të çuditshëm si gjarprime gjatësinë e një autobusi, kandila deti transparent dhe kallamar që shkëlqejnë. Temperatura bie në 4 gradë dhe niveli i oksigjenit bie në 0,5 mg në litër. Është këtu ku pajisjet kineze regjistruan fillimisht anomali. Fusha magnetike me fuqi deri në 2000 nanotesla, të cilat te i kalojnë normën me 20 herë dhe këto lehtësime nuk përputheshin me hartat e njohura gjeologjike. Në një thellësi prej 1 kilometri vendoset errësira absolute, me presion 100 herë më të madh se ai atmosferik. Këtu lulëzojnë kallamarët gjigant me sy sa madhësia e topave të futbollit. Peshqit grep dhe kandilat e detit si tullumbace. Disa kresa janë të afta të gëlltisin prej që kalon madhësinë e tyre. Është në këtë zonë që pajisjet filluan të regjistrojnë lëvizjet e objekteve të mëdha, jo kaotike, por rreptësisht të organizuara. Disa arritën shpejtësi deri në 3 km/h. Deklaratat zyrtare nga Kina ja atribuan këto rrëshqitjeve të dheut nën ujor, por dokumentet e brendshme përmbanin përshkrime të trajektorëve të qarta. Në një thellësi prej rreth 4000 metrash fillon zona abisale, me një temperaturë prej 2 gradësh. Fundi i detit është imbuluar me lum të lashtë, duke ruajtur historinë e oqeanit. Platformat kineze të shpimit nxorrën sedimente që janë 50 milion vjeçare dhe ato përmbanin mikroorganizma të gjallë që ushqehen me metan dhe sulfur hidrogjeni, duke përdorur një mekanizëm metabolik të panjohur dhe duke përfaqësuar interes të jashtëzakonshëm për mjekësinë. Në 6000 metra shtrihen zona hadale, ku vetëm pak pajisje kanë arritur gjatë gjithë historisë. Presioni këtu është ekuivalent me peshën e 50 elefantëve në çdo centimetër katror. Amfipod transparent dhe krustacet të tjerë banojnë në këtë zonë duke ushqyer me boron detare, që elizat e tyre janë jashtëzakonisht rezistente ndaj presioneve të mëdha. Në fundin e vërtet, pothuajse në 11.000 metra, pajisjet kineze gjetën kavitete gjigante nëntokësore që shtrihen thellë në korrën e tokës për 10 kilometra. Disa shpella arrin një vëllim prej më shumë se 50 km kub, duke shfaqur një rrjet të degëzuar tunelesh dhe qemerësh. Në këto zbrastira, temperatura arrin 400 gradë Celsius. Megjithatë, janë zbuluar rrjedha të qëndrueshme gazi që përmbajnë metan, sulfur hidrogjeni dhe izotope të ralla heliumi. Seizmografët regjistruan dridhje të rregullta në një frekuencë prej 7.8 Hz, duke u përputhur me rezonancën Schumann, e cila sipas disave tregon proces gjeoenergjetike të panjohura ose mekanizma të transmetimit të energjisë brenda planetit. Janë sugjeruar hipoteza se këto kavitete mund të jenë kanale të lashta gjeotermale të lidhura me zona magmatike ose pjesë e ndonjë sistemi të madh të valvulave të frymëmarrjes natyrore të tokës. Sondat kineze të pajisura me kamera rezistente ndaj nxehtësisë dhe spektrometra hyrën në këto shpella dhe zbuluan jo vetëm struktura gjeologjike të pazakonta, sipërfaqe të lëmuara, vrimat, përsosshmëritë të rrumbullakta, qemer të lëmuar, por dhe shenja të jetës aktive. Në muret përveluese po rriten koloni bakteresh të afta për të mbijetuar në temperatura ekstreme dhe mjedise toksike, duke përdorur një metodë krejtësisht të panjohur të transformimit mineral. Nëse lidhja e tyre me proceset magmatike konfirmohet, do të jetë një nga zbulimet më të mëdha shkencore në histori që mund të hap akses në burime të reja energjie. Gjëja më mahnitse është se struktura e këtyre shpellave i ngjan ndërtimeve artificiale. Nivelet, puset dhe dhomat duken sikur janë krijuar nga një dizajn inteligjent. Brenda, ksenofioforët gjigant, organizma një qelizor, deri në 20 cm në madhësi që jetojnë për shekuj. Zbritjet e njerëzve këtu janë të ralla. I pari që arriti në fund ishte Jacques Picard në vitin 1961 së bashku me Don Walsh, më vonë në 2012 James Cameron, nga viti 2018 deri në vitin 2023 Viktor Vescovo.
Gjithçka ndryshoi në vitin 2020 kur Kina dërgoi një ekspedit duke përdorur mjetin Fendou, i ndërtuar nga një material i ri aliazhi titani dhe i pajisur me sisteme autonome. U kryuan kapsula sferike të afta për t'i bërë balë një presioni prej 1100 atmosferash, brenda të cilave inteligjenca artificiale autonome në qipa kuantik ftohej pothuajse në zero absolute. Në 4 vjet, Kina vendosi 240 module të tilla nëpër oqeanin paqësor. Roboti më i avancuar, dragoi i thellë me peshë 45 kg jaftë për të ngritur 500 kg dhe për të shpuar deri në 30 metra, sensorët e tij mund të dallojnë molekula individuale dhe sistemi mund të vetë replikohet duke krijuar një kopje në 72 orë. Ka tufa mbledhësish, shpuesish, gjuetarësh dhe mimesh. Këta të fundit maskohen si krijesa detare duke përdorur materie të programueshme. Projekti më i klasifikuar. Leviatanët janë pajisje me madhësinë e autobusit, të afta për të ndërtuar dhe replikuar. Një robot i tillë mund të krijojë një flotë të tërë në vetëm pak javë. Në fund ka depozita të hidrateve të metanit, energjia mjaftueshme për 500 vjet. Kinezët kanë mësuar t'i nxjerrin ato duke ngrohur zona me lazer. Përveç kësaj, në fund ka grumbullime të mëdha të metaleve të ralla dhe konkrecioneve polimetalike. Kina po ndërton një bazë në Nujore, Tianlong, në një thellësi prej 2000 metrash, e pajisur me një reaktor toriumi, sisteme të mbështetjes së jetës, ferma hidroponike dhe komunikim kuantik. Por në sedimente fshihet diçka shumë e rrezikshme. Në vitin 2024, robotët kinez gjetën një varrezë me fuqi radioaktive mbi 50.000 kontejner të renditur në një rrjet të përsosur. Niveli i rrezatimit kalon të normën me 15.000 herë, shumë fuqi janë të dëmtuara. Qarja me afert seizmike është aktive dhe modelet treguan një tërmet mund të shkatroj 30.000 kontejner me njerë duke lëshuar material radioaktiv në oqean. Ngritja e tyre është e pamundur. Ata do të shpërthejnë pas nxjerrjes. Ndërtimi i një sarkofagu do të kushtonte $1 trilion, me një rrezik prej 50%. Ndotja ka filluar tashmë. Izotopet janë gjetur në peshqje dhe alga. Tërmeti i radhës është vetëm çështje kohe. Nëse ai ndodh, ujërat radioaktiv do të glabrojnë të gjithë oqeanin dhe njerëzimi mund të humbas përgjithmonë ekosistemet e tij jetare. Dhe ndoshta, ky është vetëm varri i parë nga shumë të tjerë, ende të fshehur në errësirë, ku drita ende nuk ka depërtuar. Të dashur shikues, çfarë mendoni ju për këtë histori? Ju lutem, ndani mendimet tuaja në komente dhe nëse ju pëlqeu kjo video, ju lutem e bëni like dhe abonoheni në kanalin ton. Mirupafshim.